Pra vëllezër të ndershëm, është shumë e rëndësishme me kuptu çka bëjmë në jetën e bote. Është shumë e rëndësishme u bind besimtarin këtë dunja se s'ka opcion tjetër, përveç se me bë veprat e mira dhe me lënë gjurmë, sepse këto veprat e mira kanë me kanë shoqëruesit më të mirë me të në botën e përjetshme. Ku do që mbështetemi në këtë dunja, përveç veprave të mira, të gjitha kanë në shkëllim. Është temë gjatë në Kur'an, siç i përmend Allahu Azza wa Jall, një 7 çështje që i don njerin këtë dunja, dhe në fund Allahu thotë ky i don shumë këtë sene, a harron se të gjitha këto kanë me lënë. A di shumë më mbështet në diçka që ty s'ban dobima. Me majtë i mytë në diçka që s'është e jotja. Kështu është më mbështet në këtë dunja në diçka tjetër përveç se në veprat e mira. Vëllezër të ndershëm, na thot Allahu në Kur'an, bel tu'thiruna al-hayat ad-dunya. Thot çudi me njerin, po shumë jep përparësi kësaj jete. A nuk e din sa është sa jeton? Dhe thot e harron të përjetshme. Njëri prej dietarëve islam kur e komentoi këtë ajet, tha çudi me njerin. Allahu këtë dunja e ka kriju pilloçit. Edhe ka bën të përkohshme. Edhe njeriu e do shumë. Kurse botën e përjetshme e ka kriju Allahu ndryshe. Edhe është e përjetshme, edhe njeriu se imagjinon që ka jetuar të përjetshmën më gjatë se sa këta që përkohshme. I than njëri peshove pejgamberit, i than o i nderuar, pse njerëzit ta kanë frikë me vdek? Ai tha shumë thjesht. Tha sepse shtëpinë ku kanë me shku me jetu atje se kanë rregullu. Por që ta kanë frikë me vdek, tha. Shtëpinë ku kemi jetu për gjithmonë, se ke rregullu. Dhe kush ka qef me shku me një shtëpi që s'është e mirë? E tha shka e shtëpi, çfarë shtëpi? Tha ajo është bota përjetshme. Aja së ndërtohet me lloç kësaj bote. As me armaturë kësaj bote. Ka ndërtohet me vepra të mira kësaj bote. Ai që ka ndërtu, ai shkon let atje. Ai që ka lënë pa ndërtu normal se s'ka ç'me shku me një shtëpi ku ne s'kemi ndërtu. Pra vëllezër të ndershëm, krejt çka du me dhon këtu. Wallahi jena me fat kur gjohemi në mëngjes. Allahu po na jep një shans. Kujdes çfarë vepra bën. Kush e ka mësuar ahiretit, begit me pas senzort e fortë, me detektu të mirën dhe më distancu për të keqës. Sepse nuk kena shpëtim tjetër, përveç se të bazuar në mëshirën e Allahut Azza wa Jall dhe në veprat e mira që i bëjmë në jetën e kësaj bote. Lam gjurmë në jetën e kësaj bote vetëm përmes veprave të mira. Vëllezër të ndershëm, e pyetën e njerit urt, ka qenë dietar i madh dhe i than, çka të ka çudita më shumë ti për kësaj dunjaje? Edhe ajo menu tha, më shumë ti që jam çudit këtë dunja, tha jam çudit për njerit. Pse tha për njerit? Tha po për ditë e shet që kjo botë është kalimtare dhe ai mendon që do me du për gjithmonë. Për ditë ta sheh argumente, ka të cilët majta dhe djathtas, se kjo botë është kalimtare, edhe ai nuk merr mësim për kësaj jete. Tha s'pas ka më të çuditshëm se njeri. Tha e jep shëndetin me arrit pasurinë, kur ta arrin pasurinë, vrapon me shkëndzu pasurinë me kthy shëndetin. Tha ndërkohë që se merr as pasurinë me veti, ja as shëndetin me veti. Tha kjo njeriu, me të vërtetë vëllezër kjo botë mashtron. Se cili që jemi gjallë në këtë dunja, vallahi shpesh herë shumë qartë e kuptojmë se ç'është mashtrohemi në jetën e bote. Por këtë arsye Allahu kur e ka pushuar këtë dunja, i ka thonë njerit mi se vjen këtë botë që është lojë. E thjesht, pa përmbajtje. Edhe mi se kjo arën këtë jetë, këtë botë, që është e thjesht, pa përmbajtje, kalimtare, pa peshë. Dhe në ahiret vëllezër këtë kjo dunja. Në ahiret këtë kjo dunja, pikur ka kriju Allah Azza wa Jall. Deri në ditën e fundit kur shkatërrohet, e dini kur den peshorët e ahiretit sa peshon. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo dunja pikur është kriju. Deri në ditën kur shkatërrohet. Kur vjen në ahiret, peshon në peshorët e ahiretit vetëm sa krahu i miçkojës. Kash ka vlerë kjo botë.
Me ketë këto gjana që shumë jetës e bote. Pra aja që mbetit Allah tha në Kur'an, ju mbesin veprat. E nëse do në milan gjurën këtë dunja vëzër, është shumë rëndësi me pasë se çka po bëjmë në jetës e bote, çfarë gjurën po lëm në jetës e bote. Sepse shumë kanë më mvarë fati jo nesër, kur dalme para Zotit, e kur të rrugtojmë botën e përjeshme, ka më mvarë për veprave tona. Të lumt ata të cilët e kanë kuptuar këtë jetë, që ka thënë Zoti Madhreshëm, kanë besu, kanë bërë veprat e mira, dhe kur ka momenti me dalë pjesë e bote, kanë dalë prej kësaj kalimtarës në ata të përjetshmën, prej kësaj të ngushtit në ata të gjanën, prej kësaj me belaja në ata që s'ka bela, dhe kanë fituar të përjetshmën me lejen e Allahut Azza wa Jall, dhe të përfundoj për shakos, walhamdulillah rabbil alamin, al-Fatiha.